Misteri 6 është misteri i martesës. Ç'mund të themi për të? Misteri i martesës është ajo ceremoni në cilën bekohen prej priptit burri dhe gruaja që do të lidhen në martesë. Ata marrin hirin e Perëndisë për të bërë fëmijë dhe t'i rrisin me dukat të krishterë. U formua misteri i martesës? Martesa u formua prej Perëndisë kur krijoi Adamin dhe Evën dhe i bekoi që të shtohet raca njerëzore, pastaj e shenjtëroi Zoti ynë Jezu Krisht duke thënë: atë që bashkoi Perëndia, njeriu të mos i ndajë. Prokurores shërbëtori i Perëndisë Krishtit, me shërbëtoren e Perëndisë në tella, në emrin e Atit, e të Birit, e të Shpiritit të Shenjtë. Amin. O Zot Perëndia i, kurore zohi ata, me derë dhe me lavdi. Kush janë detyrat e burrit dhe gruas ndaj njëri tjetrit? Apostulli Pavli në letrën drejtuar Efesianëve na thotë: ju gra nështrojuni burrave tuaj porsi Zotit, sepse burri është kreu i gruas, sikurse edhe Krishti është kreu i kishës, dhe ai është shpëtimtari i trupit. Ju burrat, doni gratë tuaj sikurse edhe Krishti e deshi kishën dhe e dha veten e tij për të. Kështu burrat duhet i duan gratë e tyre si veten e tyre. Kush do gruan e vet, do veten e vet. Përse ka armiqësi midis burrit dhe gruas në një bashkëtesë? Armiqësitë dhe rivalitetet që ekzistojnë ndërmjet burrit dhe gruas në këtë botë nuk i përkasin mënyrave të ndryshme të ekzistencës të krijuar nga Perëndia, por më tepër i përkasin mëkatit. Brenda misterit të martesës nuk duhet të ketë tirani ndërmjet burrit ndaj gruas, as shtypje, ashtu si nuk duhet të ketë përpjekje të grave për të bërë burra dhe të mbajnë pozitën e mashkullit në rendin e krijimit, por duhet të ketë një harmoni dhe unitet në bashkësinë e qenieve, me dallimet e tyre natyrore dhe me rendin e krijuar natyror. Kjo ndodh vetëm në misterin e martesës, ku hiri i Zotit Krisht e bashkon dhe plotson çiftin që të jetë i pandar dhe pa rivalitet për të plotësuar qëllimin e misterit, shpëtimin e çiftit, dhe që martesa të bëjë një shkallë për në parajs, dhe që të sjellë bijë të rinj të Zotit. Sa herë mund të martohet një njeri? Sipas mësimit orthodoks, vetëm një martesë mund të përmbajë kuptimin dhe rëndësinë e plotë që Zoti Krisht i ka dhënë këtij realiteti. Prandaj, tradita e krishterë ortodokse e nxit atë që ka mbetur i ve ose e ve, që të mbetet besnik i bashortes ose i bashortit, i cili ka vdekur në këtë botë, por që është i gjallë në Krishtin. Gjithashtu, nga njëjti parim, tradita ortodokse e konsideron në kundërshtim me përsosmërinë njerëzore të zbuluar më Krishtin, bashkëjetesën e përkohshme, lidhje seksuale jashtë martesës, lidhje seksuale me të tjerët, lidhje seksuale me anëtarët e të njëjtit seks, si dhe prishjen e martesës. Po divorci lejohet në kishën ortodokse? Zoti tha për martesën: atë që Perëndia bashkon njeriu mos ta ndaj. Prandaj dhe kisha nuk bie dakord me divorcin ligjërisht, por me dëmshuri. Pas këshillave të përshtatshme baritore, divorci mund të lejohet kur mundësitë për t'u ofruar kanë shtruar. Nëse bëhet njëri martesë, shërbesa për një martesë përfshin lutje pendimi për divorcin e mëparshëm,
duke kërkuar faljen dhe mbrojtjen e Perëndisë për bashkimin e ri.